Marko Gjurić u bë viral në fakt edhe me një foto me Milan Radojčić në kohën që ai po kërkohej për shkak të Banjskës. Esmeralda, ne kemi thënë në vazhdimsi edhe para Banjskës, për audiencën e juaj, po dhe pas Banjskës, që ramja apo arrestimi Milan Radojčićit do të thotë përmbyllja e politikës dhe mbretërisë kriminale të Aleksandar Vučić, dhe takimi i dy eksponentëve tani më Gjurić në të kaluarën edhe Milan Radojčić, po ndoshta edhe takimi do të jenë në vazhdimsi në mënyrë permanente. Kjo dëshmon faktin që krimi është i misnuar në elementin politik dhe veprimet kriminale e determinojnë shumë procese edhe politike, se pikërisht veprimet kriminale mbajnë pushtetin kriminal të Aleksandar Vučić. Ne kemi thënë për mediumin e juar vitin e kaluar elementet mafioze të cilët janë çështjet e karteleve të drogës, që pjesë përbërës e ty është Milan Radojčić dhe eksponentët e tjerë Veselinović dhe shumë eksponentët e cilët janë të ndërlidhur dhe pikërisht të kartelet e drogës ju duhet një mbështetje tani më edhe diplomatike nga pozicionimi i Gjurićit në krye të dikasterisë së Ministrisë së Jashtme. Pra janë të mishruara edhe elementi nacionalist për të mbartur një frymë mbi interesat e ekspansionizmit të botës serbe në territorin e Ballkanit Perëndimor. Elementi i dytë është çështja e interferimeve ekonomike të biznesit dhe klaneve mafioze të trafikantëve, rritja e fuqisë së tyre, njëkohësisht ndjemesa diplomatike nga politika e Ministrisë së Jashtme, sepse Esmeralda ambasador të shtetit të Serbisë, të cilët janë të ndërlidhur angosht me Gjurićin, padyshim mund të themi se janë duke kryer si punë si një kurrier të trafikimit të drogave. Ju keni parë edhe gjatë ditëve të kaluar një aksion që është ndërmarrë në mes pakot dhe prokurisë të posaçme apo një strukturë të posaçme italiane sa përket trafikimit të drogë, narkotikëve, të kokainës në drejtim të Bashkimit Evropian, që pikërisht këto rrugë të Ballkanit kalojnë edhe përmes territorit të Serbisë. Pra kjo e mishron në kuptimin të vizualizimit të aktiviteteve të Radojčićit dhe Veselinovićit me elemente diplomatike, ku sipas gjitha gjasave droga, kokaina dhe çështjet e tjera kanë kaluar nëpërmes territorit të Serbisë në kurrier diplomatik për të u zhvendosur në pjesë të ndryshme të Bashkimit Evropian në kartele të ndryshme të cilët veprojnë në drejtim të avancimit të interesave të tyre të drogës në Bashkimin Evropian.